Shqipëria po jeton ditën më të errët të saj që prej vitit 97, por këtë herë pa kaos spontan dhe pa turm në rrugë. Kaos i organizuar, i strukturuar dhe i komanduar nga lart. Vrasjet e njëpasnjëshme që nuk zbardhen, arratisje spektakolare nga burgjet e sigurisë së lartë, tender publik që ndahen si plaçk lufte, PPP që shërben si lavatriçe parash dhe pasuri publike që grabiten në sy të shtetit. Kjo nuk është krizë rendi, kjo është kapje e shtetit nga krimi i organizuar. Në krye të strukturave që duhet të luftonin krimin qëndrojnë njerëz që sot dalin në përgjime, në dosje hetimore dhe në skema mafioze. Drejtori i Policisë së Shtetit Ilir Proda dhe drejtoresha e Shërbimit Informativ të Shtetit Vlora Hyseni nuk janë thjesht zyrtarë të dështuar. Ata janë hallka funksionale të një sistemi kriminal, emrat e të cilëve dalin në përgjimet e famshme të Ergys Agasit sot në kërkim. Njeriu që rezulton si koordinatori real mes krimit organizuar dhe pushtetit politik të Edi Ramës. Ergys Agasi nuk ishte një ndërmjetës periferik. Ai ishte nyja, zyrat e tij funksiononin si qendër raportimi për ministra, drejtues policie, funksionar të sigurisë dhe eksponent të botës së krimit. Aty shkëmbeheshin informacione sensitive, lista aksionesh, emra personash nën hetim, interesa financiare dhe garanci paprekshmërie. Ky nuk është tash e them, kjo tashmë është lëndë hetimore. Kur drejtori i përgjithshëm i policisë dhe kreu i shërbimit sekret dalin në të njëjtat përgjime me një koordinator mafioz, nuk kemi më të bëjmë me infiltrim të krimit në shtet. Kemi bashkim të krimit me shtetin. Në këtë pikë policia nuk garanton më rendin publik, por rendin e mafjas. Shish nuk mbron më sigurinë kombëtare, por sekretet e kriminalëve. Pasojat janë të dukshme dhe të përgjakshme. Krimi vret pa frikë sepse e di që ka informacion, mbrojtje dhe kohë. Burgjet nuk mbajnë më të burgosur sepse urdhri për arratisje nuk vjen nga poshtë. Vrasësit nuk gjenden sepse dosjet mbyllen. Provat zhduken dhe hetimet dekonspirohen që në nisje. Shqipëria sot nuk është shtet që po lufton krimin, është territor që po administrohet prej tij. Në krye të kësaj piramide qëndron Edi Rama, një kryeministër që për vite me radhë ka ndërtuar një sistem besnikërie personale, ku zyrtarët nuk zgjidhen për integritet, por për gatishmëri. Gatishmëri për të firmosur, për të heshtur, për të mbuluar dhe për të shërbyer. Në këtë sistem krimi nuk është armik, është partner. Kjo është arsyeja pse Shqipëria sot nuk përjeton thjesht një krizë sigurie, por një krizë shteti. Kur kupola e sigurisë kombëtare është pjesë e kontingjentit kriminal, shteti pushon se ekzistuari si garanci për qytetarin. Mbetet vetëm si fasad për interesa private dhe mafioze. Nuk ka më vend për justifikime, konferenca shtypje apo deklarata boshe. Ose ky sistem shembet nga themeli, ose Shqipëria do të vazhdojë të rrshqas drejt një modeli ku krimi nuk fshihet më, por qeverisë. Dhe sot për herë të parë pas shumë vitesh, kjo nuk është më paralajmërim, është realitet. Deputeti socialist Erion Braçe ka publikuar një denoncim të fortë të ardhur nga një fermer i zonës Myzeqes, i cili thotë se ndodhet në prag të falimentit për shkak të praktikave që ai cilëson si ileqare nga kompania e përpunimit të qumshit Lufra. Në mesazhin drejtuar deputetit, fermeri nga zona e Bubullimës shpreh dëshpërimin e tij për situatën dramatike ku ndodhen sot 10 blegtor. Sipas tij, kompania Lufra fillimisht uli ndjeshëm çmimin e grumbullimit të qumshtit, duke e bërë pothuajse të pamundur mbijetesën ekonomike të fermerëve, por kjo nuk ishte e gjitha. Fermeri thotë se tani kompania po refuzon fare marrjen e qumshtit, duke përdorur si justifikim praninë e aflatoksinës. Ai shpreh se kjo po bëhet me qëllim për t'i përjashtuar përfundimisht nga tregu. Në mesazhin e tij ai ngre pyetje dramatike: ku të shkojmë, ku t'i çojmë lopët, ku të mbytemi, duke akuzuar edhe Ministrinë e Bujqësisë për mungesë reagimi. Erion Braçe cilëson këtë situatë si një krizë të paralajmëruar prej kohësh. Sipas tij, ajo që ndodh sot është rezultati drejt për drejt i politikave fiskale dhe ekonomike të ndjekura nga qeveria Rama, të cilat sipas Braçes kanë favorizuar importin dhe fabrikat të mëdha, duke shkatruar prodhimin vendas. Deputeti ndalet veçanërisht tek skema e tatimit mbi vlerën e shtuar, për cilën thotë se që në fund të vitit të kaluar kishte paralajmëruar se do të kishte pasoja të rënda për fermerët dhe blegtorët. Sipas tij, kjo skema e TVSH e bën më të leverdisshëm importin e lëndës së parë, ndërsa prodhimi vendas mbetet i pambrojtur. Një tjetër element që Braçe e konsideron kyç është aksioni kundër informalitetit, i ndërmarrë në muajin korrik, i cili u prezantua si një nismë për rritjen e sigurisë ushqimore, por sipas deputetit, në realitet, ky aksion u përdor si një instrument për të goditur baxhët e vogla dhe të mesme, që ishin hallka lidhëse mes fermerit dhe tregut. Braçe shpreh se rënimi i baxhëve ka lënë në treg vetëm 2 palë, nga njëra anë fermerin dhe blegtorin, dhe nga ana tjetër fabrikat e mëdha të përpunimit. Në këtë situatë, thot ai, fermeri nuk ka më asnjë alternativë, ose ta shes qumshtin tek fabrikat me çmimin që ato vendosin, ose ta hedh fare produktin. Sipas Braçe, sot po ndodh pikërisht ajo që ai kishte paralajmëruar. Lufra po u thot fermerëve se qumshti i tyre është me aflatoksin dhe po e refuzon atë. Deputeti ngre pyetjen: nëse qumshti vendas është i papërdorshëm, atëherë me çfarë po prodhojnë këto fabrika? Ai jep dyshime të forta se fabrikat e mëdha janë orientuar drejt lëndës së parë nga importi, e cila sipas tij favorizohet jo vetëm nga skema e TVSH-s, por edhe nga kursi i këmbimit valutor.
Braçe shton se Shqipëria, për shkak të kushteve klimatike dhe lagështirës, përdoret padrejtësisht si justifikim për praninë e aflatoksinës, ndërkohë që importi mbetet i paprekur. Në reagimin e tij, deputeti përdor tone tash prandaj politik bërësve, të cilët i cilëson si magjistar të financave publike, të shkëputur totalisht nga realiteti i vështirë i fermerëve shqiptar. Ai thekson se këta vendimarrës nuk e kanë njohur kurrë nga afër jetën në stalla, sakrificat dhe përpjekjet e njerëzve që kanë ndërtuar jetën e tyre mbi blegtorin. Sipas Braçes, ajo që po ndodh sot nuk është thjesht një konflikt mes një kompanie dhe disa fermerëve, por një krizë strukturore që rrezikon të shkatrojë përfundimisht blegtorin vendase. Një krizë që nëse nuk adresohet menjëherë, mund të lërë qindra familje pa të ardhura dhe Shqipërinë gjithnjë më të varur nga importi i produkteve ushqimore. Teksa shumë demokrat presin që PD të rrëzojë qeverinë, në fakt opozita në vend ka filluar ta bëjë SPAK. Prej 30 vitesh Edi Rama dhe Sali Berisha po mbajnë peng vendin dhe lëvizjet e ditëve të fundit po dëshmojnë se SPAK, ndoshta dhe ata që qëndrojnë pas, po punojnë fort për ta pastruar një herë mirë vendin nga kjo kaste korruptuar. Teksa Ramës po i shembet toka nën këmbë me aferat që po i dalin për ditë. SPAK ka vendosur të hedhë një hap tjetër ndaj Sali Berishas, i cili duket se deri diku i mbijetoi dosjes Partizani. Nuk hyri në burg, doli nga arresti shtëpiak, teksa gjyqi mund të zgjas me vite. Dhe Berisha po jep sinjale se do të qëndrojë në krye të PD-s deri në fund të jetës. Për këtë arsye SPAK ka shkuar tek ajo që i dhëmb më shumë Berishës, apo dhe shumë pushtetarëve të tjerë. Pasuria. SPAK ka nisur një hetim pasuror ndaj ish-kryeministrit dhe sinjalet janë që do skanohet që nga viti 1992 e deri më sot. Pak ditë më parë u bë me dije se SPAK ka ngritur dyshime mbi privatizimin e banesës në vitin 1992, kohë kur Berisha ishte president. Në dosjen e akuzës thuhet se pasi ai u zgjodh president i Republikës në vitin 1992 dhe qëndroi në detyrë deri në vitin 1997, shtetasit maltezi kanë nisur investime për përfitim të drejtave mbi pasuri të paluajtshme. Më saktë, SPAK pretendon se pas zgjedhjes së Sali Berishës si president i Republikës, vajza e tij Argita Berisha dhe bashkëshorti Amarbër Maltezi shfaqën synime pasurore, duke privatizuar apartamentin ku jetonte familja. Ndërkohë, 2 ditët e fundit kanë shkuar në SPAK Belind Kolliçi dhe Indrit Hoxha, të cilët janë pyetur mbi kuvendin që mbajti Berisha në vitin 2021, pas të cilit i mori Partin Bashës. Në atë kuvend janë shpenzuar mbi 1 milion euro dhe SPAK po heton se kush e ka financuar. Sipas burimeve, SPAK nuk do të ndalet vetëm aty. Të njëjtës dosje pritet i bashkohen hetime që kanë nisur për lobimet në SBA. Në prill 2025, SPAK ka nisur verifikimet mbi kontratën $6 milion të lobimit të Berishës. Partia e Berishës ka lidhur një kontratë lobimi me Continental për 2 vite, me një parapagesë $750.000. SPAK ka marrë nga PD kontratën e lobimit dhe janë duke kryer verifikime. Po ashtu me shumë gjasa do të verifikohet edhe kontrata me Lasivita mbi drejtimin e fushatës së PD në zgjedhjet e majit. Pra duket se SPAK ka hapur një kapitull të ri për Berishën dhe ish-kryeministri e ka ditur prej kohësh, prandaj nuk pranon largimin nga politika. Në pazaret me misht, oligarkët, trafikantët dhe grupet mafioze, kryeministri Edi Rama ka krijuar dhe po zbaton një skemë të rafinuar me përdorimin e bedelëve, ministra, drejtorë dhe kryebashkiak, që firmosin aferat në vend të tij për ta shpëtuar nga drejtësia. Edhe pse shumë prej tyre kanë përfunduar në pranga ose në hetim, 2 drejtoreshat qendrore, Elira Kokona dhe Arlinda Pogaj, të njohura si striptistet e pazareve të Edi Ramës dhe Blendi Gonxhës, me urdhër të tyre, vazhdojnë të firmosin vjedhjen e pasurive dhe fondeve publike. Aferat e rënda që ka firmosur Elira Kokona, drejtoresha e korporatës së investimeve. Më 15 mars 2020, Edi Rama, për të maskuar vjedhjen e pasurive dhe fondeve me klientët e tij, sajoi korporatën e investimeve kopje e agjencisë së PPP-ve dhe më të njëjtin qëllim e aktivitet. Fillimisht në krye të korporatës, Edi Rama emëroi Ermal Frashërin, të cilin më pas e spostoi dhe e la në bord, duke e zvendësuar me 2 bashkëdrejtorët Lorena Agoxhobelli dhe Gledis Shehu. Por edhe këta i spostoi sepse i duheshin në kadastër dhe në drejtorinë financiare të korporatës për të certifikuar vjedhjet. Prandaj më 16 tetor 2023 zvendësoi me Elira Kokonën, me ustalleshën që Edi Rama e ka përdorur për shumë punë të pista, kur e kishte në kryeministri dhe sekretaret përgjithshme në Ministrinë e Kulturës dhe Ministrinë e Drejtësisë. Elira Kokona ka firmosur aferat për ndërtimin e kullave dhe hoteleve rreth pallatit të sportit Aslan Rusi dhe stadiumit Selman Stërmasi, si dhe stadiumeve në Vlorë, Durrës dhe Korçë, në maskën e rinovimit, duke udhëruar 750.000 m2 troje shtetërore miqve të tij, Sinani Drizi, Ilir Trebicka e të tjerë. Ka firmosur aferën e parkut teknologjik Fantazm Durana me sipërfaqe 261.000 m2 tokë në Xhavzotaj, i cili ekziston vetëm në letra sepse faktikisht është një grop offshore krijuar nga Edi Rama për pastrim parash, fshehje pasurish dhe shmangje taksash nga kompanitë e lidhura me të.
Elira Kokona ka firmosur aferën për dhurimin e 200.000 m2 objekte dhe troje në ish-kombinatin metalurgjik të Elbasanit, si edhe 4.500 m2 truall për hotel brenda QSUT-s Nën Tereza. Ka firmosur aferën për ndërtimin e kullave pranë pallatit kongreseve, duke i dhuruar privatit 10.000 m2 truall, 60.000 m2 tokë publike në Fark për ndërtimin e qendrës private Expo Albania, si edhe dhurimin e 12.000 m2 tokë shteti për kulla pranë godinës së kadastrës në Tiranë. Ka firmosur dhurimin e truallit të ATSH-s për kull dhe 400.000 m2 në bulevardin e ri të Tiranës për kulla, gjëja si konvertim për ndërtimin e zyrave të disa institucioneve. 2 ditë më parë SPAK filloi hetimin për parkun teknologjik që nuk ekziston në Xhavzotaj, të cilin e ka firmosur drejtoresha Elira Kokona, por hetimi do të thellohet dhe do të kalojë në filter të gjitha grabitjet e pasurive shtetërore prej saj. Arlinda Pogaj, firmtarja e pazareve të Edi Ramës dhe Blendi Gonxhës me tenderet. Në mars 2024, kryeministri Edi Rama hoqi Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara nga Ministria e Brendshme dhe e transformoi në shoqëri aksionare për 80% të tenderëve të Shqipërisë, duke e kaluar në varësi të mamuthit Blendi Gonxha në Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Blendi Gonxha emëroi drejtoresh të kësaj shoqërie mikeshën e tij Arlinda Pogaj, të cilën e kishte pasur drejtoresh tenderësh në Bashkinë e Tiranës, në Agjencinë e Parqeve dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të Transportit Rrugor, ku ajo firmoste të gjitha vjedhjet sipas pazareve që bënte Gonxha, me të cilin shionte shpesh jetën e lirë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Pas emërimit Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, Blendi Gonxha nuk e mori me vete striptisten e tenderve Arlinda Pogaj, së pari sepse lidhja dhe punët e pistat të tyre ishin bërblos, dhe së dyti sepse Ramës dhe Gonxhës u interesonte ta kishin në krye të operatorit qendror të tenderve. Sot 80% e tenderve të kryeministrisë, ministrive, agjencive, shëndetësisë, policisë, ushtrisë, burgjeve, arsimit e të tjerë formalisht zhvillohen nga Arlinda Pogaj, sepse faktikisht ato ndahen sipas listave me emra të kompanive që paracaktohen nga Edi Rama dhe Blendi Gonxha. Lufra dhe Erzeni janë kthyer në një kërcënim për sigurinë ushqimore në vend. 2 kompanitë kryesore të Bulmetit kanë zaptuar tregun, por cilësia lë shumë për të dëshiruar. Ishte deputeti i PS Serion Braça, ai që denoncoi një skandal me kompaninë Lufra. Ai ka publikuar denoncimin e një fermeri nga zona e Myzeqes, i cili është në prag të falimentit për shkak të praktikave hileqare të kompanisë së përpunimit të qumshtit Lufra. Në një mesazh drejtuar Braçës, fermeri akuzon kompaninë se po i shkatron me strategji, konkretisht pasi fillimisht uli ndjeshëm çmimin e grumbullimit të qumshtit. Sipas tij, kompania Lufra tashmë ka nxjerrë si justifikim praninë e aflatoksinës për të refuzuar produktin e tyre. Vet Lufra ka reaguar duke dashur të justifikohet se poruan shëndetin e konsumatorëve. Bashkëpunimi me fermerët vendas ka qenë dhe mbetet një vlerë themelore për ne. Çdo ditë punojmë me ta për të garantuar që qumshti të përmbush standardet ligjore dhe ato europiane të cilësisë dhe sigurisë. Çdo vendim për mospranimin e përkohshëm të qumshtit për disa nga fermerët bazohet vetëm në analiza laboratorike dhe kryhet për të mbrojtur konsumatorin. Sapo kriteret e sigurisë plotësohen, qumshti pranohet menjëherë. Qëllimi ynë është një zinxhir furnizimi i sigurt, i qëndrueshëm dhe në përputhje me ligjin në interes të fermerëve, kompanisë dhe mbi të gjitha të konsumatorëve. Por si qëndron e vërteta? Si Lufra, ashtu edhe Erzeni e shumë kompani të tjera dalin më me fitim nëse mbushin shishet me vaj palme dhe qumësht pluhur sesa të marrin qumshtin e blegtorëve. Pak kohë më parë, autoriteti i konkurrencës kreu një hetim për tregun e qumshtit, pasi pati një rritje të ndjeshme të çmimit. Konkurrenca nuk gjeti shkelje në këtë aspekt, por u zbulua një element tjetër edhe më alarmant. Kompanitë kanë ulur çmimin e blerjes së qumshtit nga fermerët, ndërkohë që çmimi përfundimtar në tregun me pakicë është rritur ndjeshëm. Gjatë hetimit, autoriteti ka evidentuar edhe një rritje të madhe të importeve të qumshtit nga jashtë, sidomos nga kompania Erzeni SHPK. Të dhënat e Instat të konsultuara konfirmojnë se gjatë 2024-s në vend u numëruan 224.302 krerë lop, nga 342.683 në vitin 2018. Vetëm gjatë viteve 2021-2023, numri i lopëve ul me rreth 45.000. Kjo ka bërë që prodhimi i qumshtit të lopës të zbres në 745.000 litra, nga 964.000 litra që ishin 10 vite më parë. Prodhimi vendas i qumshtit në Shqipëri është në rënje të vazhdueshme, ndërsa në mënyrë paradoksale po rritet importi i qumshtit pluhur dhe vaj të palmës, të cilat përdoren në industrinë ushqimore si zëvendësues të produkteve natyrale. Të dhënat e Instat për vitin 2024 tregojnë se në territorin shqiptar janë grumbulluar rreth 95.000 ton qumësht, me një rënje prej 6.6% krahasuar me vitin pararendës. Rënja më e ndjeshme është shënuar tek qumshti i deles me 9.7%, ndërsa qumshti i lopës, që zë pjesën më të madhe të prodhimit, ka rënë me 6.5%. Paralelisht ka rënë ndjeshëm edhe prodhimi i djathit dhe gjalpit, duke reflektuar pasoja direkte të kësaj kurrjeje.
Ndërkohë importi i qumshtit pluhur është rritur me 15% gjatë periudhës janar-prill 2025 krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mësohet se gjatë kësaj periudhe shqiptarët konsumuan 200.000 kg qumësht pluhur dhe pjesa dërmuese e kësaj sasie është importuar nga kompanitë Super Milk, Lufra, ADSH 2014, Elkasa, Alta Group e të tjerë. Një tjetër alarm është përdorimi i vajit të palmës, i cili ka zvendësuar yndyrnat shtazore në shumë produkte ushqimore. Shqipëria importon rreth 3.000 ton vaj palme në vit, kundrejt vetëm 380 tonëve në 2014. Megjithse konsiderohet i dëmshëm për shëndetin, ai përdoret masivisht në bulmet, brumra dhe ëmbëlsira. Pra, duket qartë se Lufra, Erzeni dhe shumë të tjera kanë më kollaj të shesin vaj palme e qumësht pluhur sesa qumësht të marrë nga lopët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dërguar një mesazh përvolues Edi Ramës pas flirteve të tij me Kinën. Pas talljes që i bëri Trumpit në praninë e Macron, Edi Rama vendosi të luajë sërish me zjarrin. Teksa prezantoi një park eolik në Tropoj, Rama u shkeli syrin kinezëve. Po mos ishte Shqipëria kaq e rëndësishme potencialisht, kinezët që janë civilizimi më i vjetër edhe tregtarët më të padiskutueshëm, nuk do i kishin vënë syrin dhe nuk do e konsideronin Shqipërinë si pikën e mjaltit, u shpreh Babloku. Dhe këtë nuk e tha në një bisedë të mbyllur me investitor, por në pranitë të ngarkuarës me punë të SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn. Duke u bazuar te mençuria mira vjeçare e Kinës dhe duke u bazuar te eksperienca dhe uria përfitime e Amerikës, ne jemi fiks vendi i duhur në kohën e duhur për ju, edhe për të gjithë të tjerët që duhet vinë këtu në këtë treg të vogël, për të kapur tregun e madh që është jashtë kufive të këtij vendi të vogël, shtoi ai. Por kjo ishte sfidë e hapur ndaj SBA-ve dhe sot ka ardhur kundër përgjigja. E ngarkuara me punë Nancy Van Horn në një aktivitet për promovimin e teknologjisë amerikane të komunikimit, ja ka bërë të qartë Edi Ramës që të mos luajë me zjarrin. Ajo i është përgjigjur me fjalët e Donald Trump, siç ka thënë presidenti Trump, siguria ekonomike është siguri kombëtare. Ky parim është veçanërisht i rëndësishëm në sigurinë publike dhe infrastrukturën kritike, ku teknologjia që zgjedhin vendet ndikon drejt për drejt në qëndrueshmërinë, sovranitetin dhe sigurinë e qytetarëve, ka deklaruar e dërguara amerikane. Në postimin e saj në rrjetet sociale, ambasada ka shkëputur pikërisht këtë mesazh, i cili është i njëjtë me shumë mesazhe të tjerë të dhëna më parë kur bëhej fjalë për rrezikun kinez, sidomos te fusha e teknologjisë. Mos harrojmë se Rama tentoi t'u jepte kinezëve rrjetin 5G, por SBA-t e ndaluan. Vet Van Horn ka dërguar disa herë mesazhe të qarta se Kina nuk duhet ketë vend në Shqipëri. Në vend që të ndërtojë këtë linjë të kërkuar nga partnerët strategjik, Rama vendos ta promovoj Kinën në mënyrë publike, si një fuqi e uritur për tregti dhe të vlerësuar si partner nga tregtarët më të mençur. Pas pezullimit vizave një ditë më parë, mesazhi i sot është një tjetër këmban alarmi për kryeministrin shqiptar.